Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatia e Allahut qoftë mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues, mirë se takojmë sërish në TV Ikre në programet e Ramazanit, ku sot misafir kemi muftiun e nderuar Haxhi Samet Efendi Ajdari, mufti i muftinisë së Ohrit. I nderuar, mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi në emisionin tonë. Faleminderit. Ju falënderit. Me muftiun e nderuar do të flasim mbi temën Ramazani, muaj i Kur'anit. I nderuar, fillimisht ka mundësi të na thoni diçka në lidhje me atë se ky muaj është edhe muaj i shpalljes së Kur'anit famullar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تبارك وتعالى في أشرف كلامي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم إلى آخر آية. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet, lavdërimet, madhërimet i takojnë vetëm Allahut Dhul Xhelal. Sunduesit të gjithësisë, vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona të përzemërta ja dërgojmë të dërguarit të Allahut, pejgamberit tonë të dashur, mësuesit të njerëzimit, njeriu më fisnik të gjinisë njerëzore, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe i gjithë ummeti i tij i cili ndjek rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuar, në radhë të parë, më lejoni që t'ju përshëndes dhe t'ju përgëzoj ju dhe të gjithë stafin e TV Ikrës për punën të cilën e bëni dhe të shpreh falënderimet e mia për ftesën të cilën më bët. Ju falënderit. Sinqerisht ndihemi të nderuar të jemi pjesë e këtij emisioni ose këtij programi për nder të muajit të bekuar të Ramazanit Sherifit dhe Allahu Dhul Xhelal ju shpërbleft me mirësitë e tij të pakufishme për punën të cilën e bëni. Ju falënderit. Gjithashtu, më lejoni që t'i përshëndes edhe të gjithë besimtarët musliman, kudo që janë, e t'u auguroj muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun Dhul Xhelal për shëndetin e tyre, për mirëqenjen e tyre të përgjithshme në familjet e tyre dhe sigurisht duke lutur Allahun Dhul Xhelal për ibadete të pranuara, agjërim të pranuar, lutje të pranuara në madhërinë e Tij. Amin. Sigurisht që jemi në një muaj shumë të pritur, një muaj të cilin ishim të përmalluar për të. Jemi në muajin e agjërimit, jemi në muajin e Ramazanit, muaj i cili është muaj i ndihmës, është muaj i humanitetit, është muaj i solidaritetit, është muaj i lutjes, duas, është muaj i mëshirës, faljes dhe shpëtimit prej zjarrit të xhehenemit. Është muaj në të cilin ne çdo vepër të mirë të cilën e bëjmë, shpërblehemi shumë fish prej anës Allahut Dhul Xhelal, e në veçanti për agjërimin të cilët agjëruesit e bëjnë, Allahu i madhëruar e shpërblen atë ashtu sikurse e di ai vetë më së miri me madhërinë e Tij. Gjithë muaji i Ramazanit është përplot mirësi dhe begati. Kështu që krahas të gjitha këtyre mirësive dhe begative, mirësinë të madhe të cilën Allahu i madhëruar e ka dhënë në muajin e bekuar të Ramazanit, sigurisht është që Allahu ka mundsuar edhe shpalljet, zbritjet, librat, fletushkat, suhufet e pejgamberëve të ndryshëm në muajin e bekuar të Ramazanit, por si përmbledhësi të gjithë këtyre shpalljeve vjen edhe njëkohësisht Kur'ani famullar, zbret Kur'ani famullar në muajin e bekuar të Ramazanit. Pra muaji i agjërimit
është muaji edhe i Kur'anit famulart. Kështu që Allahu i madhëruar në surën Al-Baqara, në ajetin 185, thot, të cilin ajet e citova edhe në fillim, e përmenda në fillim, thot pra muaji i Ramadanit është që në të filloj të zbres Kur'ani famulart, i cili është udhërëfyes për njerëz dhe sharrues i rrugës të drejtë dhe dallues i të vërtetës nga gënjeshtra. Pra kjo mirësi, Kur'ani famulart, Allahu i madhëruar e mundsoi këtë në muajin e bekuar të Ramazanit. Në një natë të bekuar, në një natë e cila është më e vlefshme se 1000 muaj, në natën e madhe, siç njihet botërisht, natën e Kadrit. Dhe pikërisht për këtë natë, Allahu i madhëruar me theks të veçantë ka zbritur një kaptin të Kur'anit famulart, një sure të Kur'anit famulart, dhe në të cilën sure për hir të Kur'anit famulart e përmend ajetin e parë dhe thot inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e bekuar të Kadrit. Kjo zbritje, kjo natë e cila ishte edhe takimi i parë i pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Gjibrilin a.s. me melekun të cilin Allahu Dhul Gjelal e kishte caktuar për zbritjen e shpalljeve, por edhe tek pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdhi Gjibrili a.s. dhe ja zbriti ajetet e para pejgamberit alaihi salatu wasalam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Pra në momentet kur pejgamberi alaihi salatu wasalam ishte i vetmuar duke medituar për Allahun Dhul Gjelal, duke medituar për Zotin e universit, në ato momente pra zbresin këto ajetet e para dhe kuptohet Allahu e urdhëron pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ummetin e pejgamberit të tij lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Pra ajetet e para të surës Al-Alaq. Kjo shpallje, kjo zbritje që i erdhi pejgamberit alayhi salam në këtë natë të bekuar të Ramazanit dhe pas kësaj nate zgjati plot 23 vite radhazi sipas kërkesës apo si nevojës e cila shtroheshte për dallim nga librat e tjerë ose fletushkat të tjera të cilat kanë zbritur me njëherë komplet. Nderuar, ju falenderojmë për këto këshilla të bukura, për këto fjalë. Kur jemi tek zbritja e Kur'anit famulart në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe themi se vërtet ky muaj bile disa dietar thonë se edhe ky muaj e ka marrë atë vlerën më të madhe si rezultat edhe i zbritjes së Kur'anit. Mund të na thoni diçka se si duhet të jetë raporti jon me këtë libër të shenjtë? Po, me Kur'an. Pra Ramazani është muaji i Kur'anit, i leximit të tij, i meditimit në të dhe i nxjerrjes së dobive, vlerave prej tij. Agjerimi i njeriut, i besimtarit në muajin e bekuar të Ramazanit nuk mund të jetë edhe aq i këndshëm pa leximin e Kur'anit. E qartë. Përmendjen e Allahut, pa lutje drejtuar atij. Allahu i madhëruar ka urdhëruar që ne ta lexojmë Kur'anin famulart dhe ka sqaruar në Kur'anin famulart se leximi i tij është traditë e njerëzve të devotshëm dhe të sinqertë, siç përmendet në surën Al-Fatir në ajetin e 29, ku Allahu i madhëruar thot: ata që e lexojnë librin, pra librin e tij, Kur'anin famulart, e falin namazin dhe nga begatit që ne u kemi dhënë, japin fshehtazi dhe haptazi, ata shpresojnë në një fitim që kur nuk ju humbet. Pra leximi i Kur'anit në muajin e agjerimit ka vlerë të veçantë. Këtë e gjejmë gjithashtu më së miri edhe tek tradita profetike, tek pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili e shtonte kujdesin e tij kundrejt pra Kur'anit famulart, librit të Allahu Dhul Gjelal.
Gjibrili a.s. e viziton të pejgamberin a.s. për gjatë netëve të bekuara të Ramazanit. Dhe këtë mësbiri e ka treguar Ibn Abasi radiallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi a.s. ishte njeriu më i mirë ndër njerëzit, por më i mirë ishte edhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Më i mirë ishte gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Kur e takonte Gjibrilin a.s. dhe e takonte atë, për çdo natë të Ramazanit lexonin Kur'an bashkërisht. Është të treguar se në Ramazanin e fundit, përpara se të ndronte jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Gjibrili a.s. ka ardhur 2 herë dhe e kanë lexuar bashkërisht me pejgamberin a.s. 2 herë Kur'anin famuljar. Pra, muaji i Ramazanit ishte i veçuar për ta lexuar Kur'anin ndërmjet Gjibrilit a.s. dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në çdo Ramazan bëhej nga ana e tyre, bëhej përsëritja e jetëve kuranore. Pejgamberi a.s. lexonte, Gjibrili a.s. dëgjonte dhe kundërta. Gjibrili a.s. lexonte e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë ndëgjonte. Andaj nga kjo të cilën e përmenda, shohim se leximi i Kur'anit në këtë muaj ka vlerë të veçantë dhe ummeti i Muhamedit a.s. këtë veçanti e ka trashëguar gjenerat pas gjenerate. Në trojet tona, këtë veçanti e shohim në mënyrë të organizuar në përgjami. Në çdo qytet, në fshat, që e mban emrin Mukabele. Dhe është një praktikë e trashëguar, të themi lirisht prej pejgamberit Muhamedit a.s. dhe prej të parëve që vazhdon të praktikohet e të organizohet prej basisë fetare islame nëpërmjet muftinive të saj. Pra ne e lexojmë librin e Allahut dhul Xhelal me sinqeritet, me përkushtim. E lexojmë librin e Allahut dhul Xhelal për dashuri, për hir të Allahut dhul Xhelal, duke shpresuar njëkohësisht edhe në atë të cilën ka premtuar i dashuri Allahut pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se në ditën e llogarisë, ditën e gjykimit, edhe agjerimi, edhe Kur'ani do të jenë ndërmjetësuesi i ynë në atë ditë. I nderuar, për fund, me qenë se jemi edhe në fund të këtij emisioni, do kishim dashur një këshill për teleshikuesit tanë. Po, megjithëse e kishim këtë temë në disa fjalë të cilët i përmenda, porosia ime, sigurisht që njihet botërisht, është që ne t'i përmbahemi udhëzimit të Allahut dhul Xhelal, Kur'anit famulart, të kërkojmë udhëzimin në të, të kërkojmë rrugën e drejtë në të, të flasim me Kur'anin famulart me atë, sepse atëherë kemi thënë të vërtetën, të punojmë me të, do të shpërblehemi për anës së Allahut dhul Xhelal, të gjykojmë me të, do të thotë kemi gjykuar drejt, dhe t'i ftojmë të tjerët për tek ai, për tek Kur'ani famulart në mënyrë që të gjejnë udhëzimin dhe rrugën e vërtetë. Dhe po ashtu, njëkohësisht si përfundim, dua të them edhe atë se të shfrytëzojmë muajin e bekuar të Ramazanit, të cilën na ka mundsuar Allahu i plotfuqishëm, sepse Ramazani është si një ark që në vete përmban lloj-lloj margaritarësh, lloj-lloj të mirash. Kështu që luma i cili e hap këtë ark dhe i shfrytëzon këto margaritar. I nderuar, ne ju falenderojmë që ishit pjesë e këtij emisioni, duke lutur Zotin fuqiplot që t'ju jep të mira, shëndet dhe suksese në punën dhe misionin tuaj. Kuptohet, shpresojmë t'ju takojmë edhe në emisione tjera. Të nderuar shikues, ne jemi në fund të këtij emisioni, ne ju falenderojmë për vëmendjen, takohemi sërish nesër mbrëma në të njëjtën kohë. Lusim Allahun xhelleshanuhu për ibadetet të pranuara, deri në emisionin tjetër të radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.